pasur në krah. Ky kalon të i dalin para se është gentil dhe se mendon ditë natë vetëm për karrierën dhe xhepat e veta. Dakor, miq të dashur, ndërkohë kam përshtypjen se një tjetër skandal që po na shpëtonte pa u përmendur ka ndodhur në Delvin, ku duket se njerëz me pushtet, si është puna e arrogancës dhe e pushtetit politik. Babai me çik pushtet me lidhje politike, djali therr shokët e klasës me thik. Dhe janë ngritur gjimnazistët e Delvinës në protesta pikërisht për përpjekjet për ta zhvlerësuar ngjarjen, një tjetër plagosje në shkolla shqiptare, një tjetër fëmijë pasigurt, një tjetër fëmijë që rrezikon jetën, sepse arroganca e pushtetit përkthehet edhe në dhunë brenda shkollës, fatkeqësisht. Do doja të dëgjonim pak nga protesta e gjimnazistëve të Delvinës dhe babain e autorit që nxjerr lekët që kishte në xhep për t'treguar që ka lek. Kështu është raportuar të paktën si video kjo. Ta shohim një herë nëse është e saktë. Lidha prenda në komisaria! Do në përdora! Para se ta komentojmë, duhet të them që jam tmerrsisht krenar për sensin qytetar të gjimnazistëve të gjimnazit Suleman Delvina. Jam i mrekulluar nga sjellja e tyre, nga sensi i tyre i drejtësisë mbi të gjitha, nga guximi i tyre dhe kanë gjithë respektin tim në këtë mëngjes dhe çdo ditë tjetër. Gjithashtu, po në fakt është një situatë pak e dhimbshme në fakt. Mendosh që do duhet të kalonin dikujt i cënohet jeta, dikush tjetër të shfash arrogancën e pushtetit. Është shumë e çmeshme të ndodhë në këtë lloj moshe dhe në një institucion arsimor. Doli deputeti më i famshëm i Delvinës, Ardit Bido, dhe ti qetësonte njerëz dhe tha, shteti po bën çdo gjë që duhet. Shteti po bën çdo gjë që duhet, ky është i arrestuar, ai është i arrestuar, këta mirë, këta bukur. Po nëse është çdo gjë si thot deputeti, këta pse protestonin apo kishin ngatruar? Leqe do dija ai në një gjë më shumë, do dojmë diskutojmë pak më vonë këtë miq të dashur, në këto çaste është momenti për të qetësuar. Është për të qetësuar sepse me që përmende protesta, do të diskutojmë gjëra gjatë sot. Edhe për protesta kemi dhe një letër shumë të rëndësishme për cilën do të flasim pas pak. Ta vjen nga kreu i dhomës së tregtisë lidhur me një projekt të jashtëzakonshëm. Por për momentin, marrim një kafe të dytë dhe qetësohemi me sedaton, sepse sedaton të qetëson. Është një qetësues që ndikon në sistemin nervor, duke sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi, që përgjithsisht përdoret para procedurave mjekësore ose stomatologjike, si për të reduktuar